Se thonë je fan si BMW-s. Si mund mos jesh fan si BMW-s? Po kjo është shumë bish. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini videon e radhës. Sot kemi makinë të veçantë. Ne kena bo M5-ën E60 V10, kena bo F10-ën, atë të modifikuar në 750 kuaj, edhe tash do bëjmë F90-ën që e keni kërku të gjithë. Kjo F90 që kemi sot është pak më e veçantë, është e 2019-ës, është edicioni 35 vjetorit, 35 Jare Edition që e ka ajo BMW-ja. Është ngjyrë veçantë, kjo është Frozen Dark 2-shi, kjo ka dalë 2019 edhe CS-ja që ka dalë mrapa nga në estetike është bazu të kjo, edhe DC-et i ka si CS-s, po CS-ja i ka bronz, shumë bukur, DC i zejetëshe, mrapa do i ketë më të mëdhoja besoj, edhe mrapa i ka i zejetëshe, 285 që goma. Frenat i ka të mëdhaja me vetë freskim normal, po nuk i ka qeramik, i ka qenë opsionale, të CS-ja janë qeramike standarte. Ka ca modifikime të vogla, për shembull ky front lipi karbon, është vu vetë, edhe të këto side skirts, po ngjyra është pjesa më e veçantë e kësaj. Frozen Dark Grey 2-shi, shumë ngjyrë bukur, shumë e veçantë. Edhe te grila i ka këto të karbonit që është bërë vetë, normal është kamera që është me 360 gradë, dritat lazer, BMW-s. Do të thonë ky edicioni 35 vjetorit nuk është se vinte me fuqi më shumë, po nga në estetike ka pas të ndryshimet ngjyrën, disjet edhe në interior dhe shohim pastaj. Edhe këto pasqyrave i ka karbon, kamerat edhe aty. Tavanin e ka karbon, ulpeshën edhe qendrën e gravitetit sa më poshtë. Kjo është competition, gjitha competition kanë qenë këto që janë bo për 35 vjetorit. 350 copë janë bo, një nga 350 është kjo. Difuzorin karbon, edhe këto tipsat të veshjen e karbonit është vu vetë edhe kjo, po nuk gjake, ishtë bukur në gjo. Ato fillojnë kur janë kështu jo fort cilësore, humin atë ngjyrën nga nxehtësia, por këto mirë duken. Tani ta shohim edhe motorin. Ky është motori S63 V8 4.4 Hot V, që i ka turbot mes, ka këtë karbonit lart kapakun, po edhe kjo nga nxehtësia që ka ik pak ngjyra. Shumë motor i fuqishëm. Këtu ka 625 kuaj dhe 750 Nm tork. Po zakonisht të shifrat e BMW-s janë i qik më pak se çka në realitet, besoj ka i qik më shumë. Torkun e ka mbi 800, se BMW-ja për herë jep më pak i deklaro. Shumë e veçantë. Mas ti kanë bërë S68-ën si motor, që e kanë përdorur të M5 ai, po kjo është S63-shi, ka vite që përdoret. Edhe ngjyra individuale, Frozen Dark Grey 2-shi. Kjo është me keyless go edhe me dyrë me thithje. Shohim interiorin. Ndryshimi të kjo e 35 vjetorit është edhe kjo pjesa që është bronz këtu. E ka bronz këtë pjesën këtu, me qepje, kjo ngjyra e qepjes që është e verdhë, që e ka vetëm kjo edicioni 35 vjetorit, edhe poshtë me qepje, sedilet me memori normal, boxet Bowers & Wilkins, edhe të sedilet qepjet i ka me këtë tegelin e verdhë, sedilet elektrike me lambar support me përthyrje me të gjitha, me logon e M5-s tu që nizet. Shi e ka komplet cross-coatin me qepje, me head-up display normal, ka boxi Bowers & Wilkins aty. Shumë e bukur, shumë e veçantë. Ja edhe këtu edition 35 Jahre, 35 vjetori, 35 years, që është ajo, një nga 350. Tu është wireless charging të poshtë, të janë cup holdersat, ka vend për USB. Tu pastaj kamerat, sensor të parkimit, marmitat sportive, timoni, sport, comfort, sport plus, i vendos direkt tu. Kontrolli stabilitetit off tu. E ke gjitha gjonat, shortcutet e gjitha e ke këtu. Tu ke shortcutet, tu kontrollo iDrive-it. Tu janë kontrolli i klimës e sedileve që i ka me ngroje, me ftoje, lartë të kontrollin e audios, start stopi, tu ke këto collision alerte që janë këto kur mos përplasesh. Është tavani Alcantara komplet, s'ka panorampje, shumë pak kanë qenë që janë bëhë kështu me bagjo, shumicë kanë qenë me karbon tavanit për tull peshën. Timonin pastaj me M1 me 2 që i ke për shkurt, to janë të cruise controllit e lane assistit që hec vetë, të kthe vetë në kthesa, timoni me ngroje, këto janë pastaj këto të audios, pedal shifterat mrapa plus minusat. Shumë interior i bukur, ka këto qepjet shumë bukura gjithanej, edhe këtu poshtë i ka qepjet.
të kjo faj supporti. Se dilet shumë suportive për të mbajtë në vend, shumë interior lezetshëm është. Pak më ndryshe se tjerat, e dallo që s'është më pesë shu, e thjesht. Se i ka këto veçantit, i kanë bo ato, për këtë punë kanë bo të veçant. Ka dhe plakën, se pam, ta shohim me mrapa. Më pesë, edition 35 vjetë. Në pas edhe këte që shpejtësinë maksimale e ka më shumë se standardet. Ta shohim edhe mrapa, vazhdon. Njëti dizajn me qepjen me ngjyrë të verdhë, këto pjesët bronz, edhe të vazhdo me qepe deri këtu poshtë. Bokset Bowers & Wilkins, shumë bukura. Rrypat me ngjyrat e mës, se dilet prap me qepje të verdhë. Mrapa ka klim me 2 zona të veçanta, 2 para, 2 mrapa. Se dilet i ka me ngroje, ka 2 Type C aty poshtë. Ka interior lighting këtu, e vazhdon edhe këtu bukur. I nizën dhe dritat e bokseve. Ka vend për 3 veta, edhe këtu me qepje. Po cup holders atë që kanë të zakonisht. BMW-ja. Nuk ka shumë ndryqim, po vend ke sa dush, se kjo është sedan tamam, nuk është e vu për vend, edhe për komët ke hapësirë sa dush. 2 veta rinë rehat të mrapa, ka hapësirë. Për kokën ka sa dush, po edhe për komët ka, se s'është makinë e vogël, me pesat kanë ardhur vetëm të rritë. Gjithë makinat, në fakt, vetëm të uzmadhu si makina, si hapësirë. Nga jashtë sidomos, nga mrena jo dhaq, po nga jashtë janë bërë gjitha më të fryme më të mdoja. Pas e thonë je fan si BMW-s. Si mund mos jesh fan si BMW-s? Kafsh. BMW-ja e nxjerr makinat nga fabrika, kafsh fare. Pa s'ke nevojë me i prek fare. Kena bof, ajo V10-a e 60-a normal ka karakter tjetër, është motor që s'përsëritet. Po duhet t'jesh në ngjyra të larta, tu hec fort që ta shijosh. F10-a është vetëm diferencial mrapa, është shumë e mirë, po duhet mi pas pak kushtet optimale me ata se mos kur e modifikos, si ajo që bom ne me 750 huaj, të gjero edhe me 150 në orë. Kurse kjo është më e mira e të dyja botëve. Dhe në momentin që doli kjo, fansat Audit kishin atë e përsin që thoshin 0-100 që është më shpejt, i kap Audi e kalo atë qerek miljen është më shpejt RS7 e që ka pas RS6. Kur doli BMW-ja me X-Drive-in të më pesa, doli të më treshi pastaj, ishte game over për gjithë. Për Benzine, për Audin, s'ka, më shpejt është. Shumë mjetë, shumë e veçanë. Konkurenti direkt i kësaj që kena boni është E63S, modeli ri 213, Formatic Plus. Pa atë që kena bo me 700 cakuaj, s'ka qenë stok. Edhe i shumë i shpejt, me thonë në realiteti. Po kjo është shumë bish. Ai ishte modifikum, edhe e kishte gazin edhe i fort sensitiv kur jepshe gaz. Shumë e shpejt. Super mjetë. Kjo është makina që afrohet më shumë sigurie me na e lojë, të lutë na e Gran Turismo ose na e kështu. I ke feedbackun e timonit për shembull që është pjesa më e rëndësishme, kjo e ka më të mirë se gjithë konkurrentët e vet. E di çfarë do bë, i ndjet gjitha këto parregullësitë e rrugës. Çdo lëvizje që i bë ti është shumë e saktë. Nuk e ka të lehtë, sidomos kur e ço Sport Plus, po është shumë gjë e rëndësishme. Edhe amortizimin, ndryshe nga E63-shi, kjo se ka me ajër, e ka me susta, me susta e BMW-ja edhe është
është i fort, po nuk t'le fare me pas badiroll, do je shumë stabil. Shumë e shpejt. Shumë e shpejt. Futesh në thesa me shumë konfidencë edhe performancën e ka në nivel super makinash. Kjo është matë me dragi 0-100 me 2 veta në makinë për 3 sekonda, 3.1. Llogarit. Sa e shpejt është? Më e shpejt se që thot BMW-ja. T'jep konfidencë shumë për të futur, se edhe kur tik pak e ke në kontroll, e drejto. Shumë motor i mirë. Kjo është ndër më të shpejtat që kena provu det tash. Apo që jam miku këtu, se di si funksionon rrjeti. Edhe ndrimet e marrësh si më pesat e tjera, edhe kjo e ka që e vendos sa smooth ose sa të forta i do. E ke në dorë e programua aty edhe kur e bon maksimum, ta jep me goditje edhe është shumë ndjesi e mirë, është sportive. Super makinë. Edhe kësaj nuk i bje fuqia, te këto Foristradat, se para kësaj bona RS80-ën, e ka fuqin, po kur kalate 160-70 në orëshin, nuk tërheq me tjetën forcë. Kanë edhe pesh më shumë. Nëse kjo vazhdo, ma të takum. Tash të bëjmë edhe konkluzionet e M5-s CS. Kjo është edicioni 35 vjetorit, që është pak më i veçantë, me ngjyrën me interiorin, do më thonë, është një nga 350, kështu që është pak më shtrejt se tjerat në treg normal, se është më rrallë dhe besoj edhe vlerën do e marrë pak më shumë se tjerat. Jo sa CS-ja, se CS-ja është akoma më veçantë, po nga F90-at shumë e veçantë është dhe kjo. Tashi, ky debati jo fancy Benzit, fancy BMW-s, fancy Audit, unë realisht i kom qef makinat, në fancy makinave, kështu që çfarë them janë opinione se cili ka qef gjonat ndryshme, ca gjona janë subjektive, po ca gjona tjera janë faktive, se ata faktet nuk i ludo. Në 0-100 aq sa e ka, si ke qef këte, si ke qef atë. Ato kod në pist janë fakte, ato aq që bo kohën ajo ti, le ta kesh qef sa dush, nuk është më shpejtëzim. Këto janë fakte, këto si kundërshtot dot. Pastaj pjesa tjetër, dikush ka qef sigurin, nuk më nxjerr nga rruga Audi, ose me hec në borë në shi, po vërtet e ke qef atë. Tjetëri ka qef me bo drift, me bo spektakl, do më tresh e 92 ai, do C63, se është më gallatë. Këto se cili kena qef ndryshe. Fakti është që kjo M5 nga këto që konkuro është më e mira. Për mu, që du të ketë edhe performancë, po të ketë edhe qef, po të ketë edhe ndjesi. Të futesh në kthesa ta japën ndjesin si makinë sportive. Kjo është 1950 kg, po nuk e dallo që është aq. Smeret vesh që është 2 ton makinë. BMW-ja ka bo magjinë e vet, e ka rregullu amortizimin, timonin, motorin, performancën në atë lloj forme që ti të mos e dallosh se sa pesh ka kjo makinë. Super e shpejt, shumë stabil, ne fatkeqësisht na ra edhe pak shi, edhe s'pa të mundësi me e provu akoma më fort, po për të qenë kafsh. Kafsh edhe, se di, kush ka qef makina performance, është shumë merë më e mirë. Tash këto edhe SUV të Foristrada sportive për i bëjnë shumë mira, çfarë do që t'i bosh nuk vje. Nuk vje makina vogël. Se është e lartë ajo, kundra fizikës nuk shkuat dot, se kena bo X60M, shumë e shpejt ajo. E njëjti motor është, po në kthesa kjo është histori tjetër. Ka qendrën e gravitetit më poshtë, shumë më stabil.
shumë e shpejt, shumë kafsh, shumë makinë mirë. Komfort nuk është atë shumë, që ose do komfort më shumë, s'është edhe shumë, po asaj 63 si ishte. Tashi na ngel me provu në RS7 ose RS6, që ta bëjmë atë krahasimin tamam, kam përshtypjen që kjo prap do jetë më e mirë. Çfarë mendoni ju? Këtë kishte zgjedh ju, F90-ën, do kishte zgjedh E63-shin S, apo po fusim RS7-ën. Kena bë për Panamera Turbo me 550 kuaj, kjo është nivel tjetër. Duhet të bëna Turbo S, që më e pa se kjo është goxha më e shpejtë. Shpresoj të ketë pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe bëni edhe follow në Instagram e në TikTok. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.